Dy aksidente ndodhen mbrëmjen e së mërkurës në Lezhë. Ngjarja e parë rrugore u regjistrua rreth orës 21 në aksin Lezhë-Ishull-Lezhë. Pranë lagjes SMT, një automjet tip Benz ka humbur kontrollin dhe u përplas me një shtyllë ndriçimi e më pas u përmbys në mes të rrugës. Fatmirësisht drejtuesi i mjetit ka shpëtuar pa pësuar lëndime dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa policia, e cili mbërriti menjëherë në vendin e ngjarjes, nisi hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të këtij aksidenti, që paraprakisht dyshohet të ketë ndodhur nga shpejtësia me të cilën po lëvizte drejtuesi i automjetit. Një tjetër aksident rrugor u shënua pak minuta më vonë pranë kryqëzimit të Rrilës, në superstradën Lezhë-Milot. Dy automjete u përplasën mes tyre, ndërsa njëri prej mjeteve ka goditur edhe dy automjete të tjera që tentuan të shmangnin përplasjen. Si pasojë e aksidentit, një grua shtatzan që ndodhej në njërin prej mjeteve u dërgua për kontroll në spitalin e Lezhës dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë policia ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të aksidentit, ndërsa paraprakisht dyshohet se shkak ka qenë një parakalim i gabuar nga një prej mjeteve të përfshira.